Babit po, mami ma shumë meden e një gënë. Ja, edhe ju je. Tash që si patriotike kur ti ngej, babi knaqet, po get merr zemër as di. A mami së që merret fort me kësi patriotike, veç ju kallzon ai kuj. Që mi djem të mi. Që ta janë të mitet. Tigër po kënën opera. Veç njëherë më ka ndodhur dhe kum pas gitarën me qandër në gra, edhe ma ka bu një njëri tha qa e kikit snajperik. Ti tut ma mu së gutë patriotike na. Ja, unë me anglisht të valloj. Kështu në ditë për ditë, s'na besën që e na vllazën. Flamuri e ka atë klasike në zemër, mua ato më bojnë nervoz. Më dhamë kryt kur ti një për t'kallzej drejt, unë kësi ma qarta në ajsa në mukonë që... Qiftelia është shumë ma letë se gitarja. Për shkak që veç me 2 tela, gitarja me 6 tela. Njëherë veç në zajna në fakultet kështu për me t'ju. Unë e ma shumë këne veç në dhomë teme kështu, kë kënën katësht në shpi. Kë nuk e ka problema. Edhe veç bërtet madhe. Një daj mamit e ka pru një gitarët e na dhe gitarën e kam pru për avdyllin. Po unë e mora që aty të nuk disha mirë. Hina një YouTube, mësova një video, ja nisa me kënu, e pa në tonë që për më shkon zoni, mu s'më doke që për më shkon. Unë e babin e nguci shumë këm qef me nguci, bëhet nervëz letë dhe s'nollë, vici afrona që shtu si të veshë, ja vici knejt madhe. Ma bën bëllë marmosë më shurdhove, aje normal. A qef Flamuri ti kërkon shpesh, kur dën me flajt i kërkon kongë me gitarë, si i bën qeta, si anglisht. Sidomos në TikTok që tash që veç qina e shajnë folin pa lidhje, munohen me t'ju shpresu atë mu veç ngëzojnë, abdin se aj. Ati që nuk i pelqen muzika që e bëj, ose si pelqen një muzikë që e kom bo, mune të egzistan akty, vish me bëm bëke kur mu njetë si dalë. Nuk i dalë. Zoti, fuqit madhe që mi dhan ka Zoti, me një tra, me një ushtri për lanë, me një tra, me një ushtri për... Tupo. Përshëndetje miq të gazetës Dëm ose të podcastit Tupo, mirë se po takohemi edhe në këtë të diel. E sonte me mua në studio janë 2 vëllezër, të cilët nuk i ndan kur gjofi, po mdo këtë profesion i ka bo bashkë. Kështu që sot me mua bashkë në studio Avdyli bashkë me Flamurin. Përshëndetje. Përshëndetje. Se shtash ja kur nisë mësume ka 2 veta, nuk me kam problem, ma let va ambientona. Qysh ka lu deri këto? Mirë valloj, rruga pak gat, po mirë. Pa gata. Qysh ka lëni kështu që janë njës një ditë për juve, po më intereson me di. Cili po fëne, e boni kështu me ranë dhe shpia. Po që kjo e rëfol atër. Pse përpja për parësi, kjo ma i vogël se te. Unë valla, unë për veti qona heret me njës, edhe qona pastrona, bona gati, shkojnë fakultet njerë. E kry fakultetin, si të këthejna, njerë vishë në zajna në fakultet kështu për me t'ju, për të këthejna të shpia mena me muzikë, mësojnë e kongë trejnë, e sanë qështu e zdita ka del dole. Edhe po shkojnë, bashkë shumë shpejt po shkojnë, një shka dal dole, s'ka ka dal dole. Për ty? Unë e zakonisht që unë avunë. Do me thonë ko kje kontër ta njëri tjetret. Po, edhe si tipa jena bukur shumë ndryshëm. Kjo është pak ma i qeltë, unë jëmë pak ma i mbyllë. Cilin e 4 hekë të muzika, po më intereson me ti. Unë e këta valla. Okej. Kë ma qërkoza? Se kjo edhe ja ka njësë ma heret më mirë me muzikë. Prej si jo ku unë i vogël tana heret, unë jëmë dollë veç spontan. Haj qëllova që atë. Apo më të regëna vdel që shenë ka vjullimet e tua në muzikë, se besoj që krejtë që janë të pajë, janë të editë se për shka kena fjallën, vetë se një po viral me shumë muziku, vetë mundit me shumë kamë në rrjetet sociale, po më intereson me ditë paka shumë që shkeni fillu që shenë kona ato fillimet e juja. Unë e kom fillu qysh prej mosh 5 vjeqare, ja unë njës shtu të shpia, me kom pas gjithmonë energji full kështu, edhe më ka që babi një audicion në Deçan, aty e kom fitu venin e parë për herë të parë, edhe që aty e ka njësë, që aty starti u konë, edhe s'ka pas mot në ollën, pe atyit u kom pa mshela i kursi që u konë për muzikë, jo më shkunë si për Antum Kids në pej, aty ja kom njësa ma shumë të umar me muzikë, shkollën e mesme ja kom krym pej të muzikës, tash jam fakultet, e qështu. Po më intereson... Ka bu profesion muzika. Bashtu ka bu profesion për diçmëria, ashtu të mos mund me largu prej vetës. So e nëzën vetën tuk nuk ka shpia? Unë a kë? Ty valla.
Unë ma shumë kënë veç në dhomë teme, kështu, kënën ka tështë në shpi. Kë nuk e ka problema. Edhe veç bërtet madhe. Ka dalë kësdin. Po, unë ma qetë, pak unë shkoj në dhomë teme me gitare kënën. Po më interesa me dita e marrë me në fillimet e tua, se ti veç e ceke që ke fillu ma vonë, po që shukon për ty. Se këj veç ja pas ka pas njës për i vogël, i ka kalu ato marret, ato sikletet, me fillem ashtë, po për ty që shukon. Unë si rasisht ja kom njës, e kam pru një gitare, një daj mamit e ka pru një gitare të na edhe tashti ato gitarën e kam pru për avdyllin. Po unë e mora që aty të mënu mira, kështu, nuk disha mirë, hina në YouTube, mësova një video, ja njësa me kënu, e pa në tonë që për më shkon zoni, mu s'më dëke që për më shkon tjerve ju dëke edhe që aty ja njësi atër. A e moni me në cilë kënë koviri parë ose muzika e parë që e keni publiku në rrjetet sociale edhe që ju ka shku ashtu viral që po thojnë atash na tritë shumicat. Unë mu për vetim ka shku viral para 3 vjetëve që ashtu. Bile kom pas interviste edhe me gazetën Demos para 3 vjetëve se u shku shumë viral. Pas nuk në këto para 3 vjetë. Jena 2 pjesës korit si para në të mpe edhe jena konë se dalim jashtë morin pjesë me përgara me atë kare kështu. Jena konë 2 në Vjenë edhe një fotografi i korit tonë, Arben Lapashtica, më ka jep një ide ka thonë Ade ta bëj një video për 2 muj s'ki me një vetën. Edhe e kom kënu këngën e Skënderbeu në Trend Vjenës. Edhe ajo pa të bëmë vallaj, s'ka pos vend që më kom për interviste kështu. Na nuk e bënë në plan se çfarë këngë me kënu, kështu që apo ne kënëni, pra që ta një herë pak. Ose ti ose nëse kënëni bashkë. Jo këta kënën veç avdyllin. Okej, kalojna veç avdyllin, ashtu nuk po preteke me folje me kënu. Ja, i ta. Se mas një kam një pyetje shumë të mirë. Okej. 3 mbi 3 maj Gjergjo kastrioti, fuqit madhe që mi dhan ka Zoti, se djeg flaka e se djeg baroti, shpataj ti than malin 2 sheqana, me një tra, me një ushtri për lanë, me një tra, me një ushtri për lanë. Jo kom pak smut që t'jave, jo si jam forcu Nuk është bashkë. problem, shumë mirë ke, kështu që nuk po besoj që ka nevoj, vish nështë ta me ushtru edhe pak, gjithë herë del ma mirë, po unë që nuk marrë vesh për muzikë e top, kështu që të vizim dhe në flamurin se që që do që tash. Jo, shumë mirë, avdylli ka talent shumë. Prej vogël kjo s'ka pas sand që s'ka kënu, edhe alo që ashtu është, kënon rap, Ma me bu që shtë të Qyshe marrë men ka shpia flamur të avdyllin? Ky problemi shpis, Okej. na eret. Unë e kom problem vetë se kom energji shumë. Dikun duhet në argjit atë energji edhe kom gjetë vetën në muzikë. Që shtu e argjis në muzikë, në osna për veti. Bile nuk u bëra probleme. Po më intereson që qka ju thojnë kështu ka shpia, se për ty po dijet, se po geti ma i urtë edhe ma nuk thojnë ajsen, po ke qka kanë me thonë për i kanë këti. Unë e babin e nguci shumë, kom qef me nguci, bëhet nervëz letë dhe s'nol, në visi afrona që shtu si të veshe, ja visi knejt madhe. Ma bënë mosë më shurdhove, aje normal tja. Gja mëra për nga të regon për ty se kërë vëshëm pas ka plan me qëtime kisha dhe nuk po t'lejka tani më koncentru më biset ma. Po të me dit, ma sa kohë që ke fillu me kënu, u konë diçka që ke thonë, okej, po në dura me vazhdu me muzikën, se po di me bo edhe ke ndi që dush me bo. Unë kur jam hi në shkollë të muzikës, mas parë jam hi kështu direkt në vit 2. Jam konë një shkollë tjetër, atër kur e pova që u kam shkon muzika pak, thash hajtë të provojnë shkollë të muzikës edhe hina aty, edhe që aty ja kum nis me pa që kom talent kur i kom këshyrë në gitare, mësimet gitares, mësimet pianës që i kom zonë krejt, dhe me thonë ata të klasë teme që jon konë, që e kam pas edhe vitin e parë, unë i kom zonë vit 2, mrena 2-3 jave që më ka desht, edhe e du shumë muzikën. Po më intereson me ditë se na veç e pam raportin me babin e juj, edhe të nkohen ashtu shumë komunikus, shumë insistus, më shti të nkohen me bo diçka ma mirë, Kush ju përkra mas shumë të kështu ka shpia, përvec se e përkra një ju njëni tjetëve? Babit.
E ka të më vetone. Neve na përkrojnë krejt familjarë që i kemë këtë që jënë, do me thonë edhe që kepo në përbot, krejt na përkrojnë, po babi është ma special. Babi nuk din më nëllë 24 orë ka që vish me buna diçka ma shumë prej vetës. Mu babi valoj gjithë më ka një mu për muzikë. Gjithmonë ka pas qef që me mbriju në sa manet. Cila është një këngë që ja u kërkan me kënu mas shpeshti për ta kështu nga shtëpia? Unë ju kom lodhë, po të kalë zhe drejta, a qef flamurit i kërkon... Ti ju ke bo bajata. Unë ju kom bo bajat. A qef flamurit i kërkon shpesh, kur dën me flejt i kërkon kongë me gitarë, si i bënd qeta, si anglisht. Okej, cila është një këngë pra që e kënën mas shpeshti për babin flamur? është Stand By Me, që ajo i pëlqen ma shumë. Tashma se kom gitarën. Të vëlla ju kënani edhe anglisht përveç shqip. Po. Po më intereso me ditë në fillim kur dolt si dyshe bashk, cilat kanë komentet të njerëzve, që prej të njerëz? Neve na kam prit mirë shumë, kur unë për vetis kom pas kur komente negative, komente negative i kom pas veç ato pse nuk përbën ma shumë. Se nuk është që postoj shumë, Po. kështu di shumë, për nuk postoj shumë. Që ato komentet negative ta na jetin kumë veç pse nuk përbën ma shumë se që kaq. Veç që kjo ahonë. Për ty? Atë unë ka pas edhe komente negative edhe pozitive. Pozitive ka pas ma shumë normal, po ma shumë i kom këshyrë komentet negative. Pse i ke këshyrë ma shumë negative? Shumica prej neve negative nuk i këshyrë. Valoj mu për veti ato veç më shtynë që me bo diçka ma shumë. Sidomos në TikTok që tash që veç shina shajnë folin pa lidhje, munohen me t'ju shpresu atë mu veç më gëzojnë, abdin se aj. Po më intereso me ditë, pra, mas ti që ka shumë optimist në këtë drejtim, që ka ju kështë thonë aty ne, ose cili shkon mesazhi yt, për ata cilët komentojnë kesh në rrjetet sociale, ose kanë mesazhe negative me një farë forme. Ati që nuk i pëlqen muzika që e bëj, ose si pëlqen një muzikë që e kom bo, mune të egzistan aty vish ma bëm doke kur më njetë si dalë. Nuk i dalë. Ose nëse dë një me komentu me qajt për të shkruan ta jap një këshill për shembull, edhe këshilla duhet mi marrë bazë, se njerëz janë. Edhe kur ti shoh ato këshilla më japin shtymje me bo diçka më të mirë, nashta e kom bo keq, e ngoj 2-3 herë. Qështu, s'ka nevoj pa lidhje veç negativitet. Ju e përmend shenjën e Deçanit, unë ju rastesh nuk e përmend në fillim, se ju thash se e kam një pyetje tepër të mirë ashtu. Nuk është që nuk ka këngëtar në Deçan ose djemë që bojnë muzikë, po më intereson me ditë, a ka pas kësi komente që shi Deçanit e me bu muzikë? Ka pas pyetje që është Tiger. Për qaje, dhe zë s'mujta me thonë direkt. Tiger po kënë në opera. Unë komente kështu në rrjetet Po në sociale rrjetet sociale ose kështu. Veç njëherë më ka ndodhur dhe kom pas gitarën me qandër në gra, edhe ma ka bu një njëri tha qa e kikit snajperik. Ka pas e kësi raste. Qysh reagove të në rast, po më interesëm në di qka i thaj, dhe për të tregoj se qka është. Thash po që ashtu është. Për moj me vete. Do me thonë, jo pavarësisht që postani ti për shumë në rrjetet sociale, tash jeni bajagi aktiv, shumë ka shumë video t'juve në rrjetet sociale, edhe po mdoket çdo ditë më shumë po dalin këngëtar prej Deçanit, nuk e di çka po ndodh atje. A nështë uji, a nështë ajri, çka keni ju diçka të mirë aty? Deçani ka krejt mijat, ka dhe shumë talenta në Deçan. Ka talenta shumë Deçan, edhe jënë bo shumë, po të kalzoj kështu shumë. Në fakultet veç unë e i kom diku 10-11 nxënësa që jenë prej Deçanit. A keni në artist me cilin kishi dasht me bashkëpunu ashtu? Që ju kish përshtat, normal, që ju kish përshtat rrymës e muzikës që bani ju, ose prej Deçanit, ose hajt okej, prej Deçanit po më intereson me ditë, se i keni do interesant ju aty. Lëkomuni, kisha thonë që Okej. edhe është djallë shumë i mirë Loki, edhe është këngëtar shumë i mirë. Okej. Edhe ta nësë qështu. A të vetëm edhe flamurin, që po dhe Po flamurin? vete lirisht. Flamur ndroje, mos e për vetë Lokin. Jo, unë si muzik ma e qetë që jam, unë ta herë e kom qef shumë Alban Skenderaj. Po tashti me bu duhet me të është pak ma... Për ata mos të i kur nuk i dihet jetës, se çka mundet me të pru e ardhmja. Kështu që kur nuk i dihet nesër mas nesër qa bot, e kjo Lokin e ko që aty nga të vishë zakon dirë, Po do me ditë një kanë për juve që u bu virale dhe që e këshit kënu që tash për neve pak. Edhe pse ju mungën gitara fatkeqësisht na falni, na bëni hallat, që s'u kena lajmëru për me marr, po në pamundësi me gitare kështu cilën do që kishit mujt me e kënu për neve, kishin pas qef. Kënga që e kishim kënu në ashtash i shkon ideur jam, është konga këtuse në ashta, edhe për shikust ju kish pëlqy për besoj.
Edhe pse Ramazan e ideun jam, po hajt fengojnë. Idehur jam, këmbët s'më mbajnë, po më mungon një dashuri. Tash për çdo natë piraki edhe ver, dikon që munon, po mu po më ngushllon, ti mundesh me më shpëtu, të lutem ndihmom, se jetën ma helmoj ky sharap, çdo got po të shoh, për qafuar me të, si spate pak mëshirë, me mloni komat mirë, kur gjitha ty t'i dhash, prej nga kjo pabesi, se puthjet harami ke ba. Ku, shumë bukur po këneshi bashk. Do më thonë shumë mirë që këtë bo me kënu bashk. Tash të mundesh po më kopti, nuk po thamë që s'kënën mirë vetë, Jo, po nuk e tepër thash shumë mirë bashk po shkojshe. Se thëmë ato unë për veti me nej, se fjamuri kënën, tepër nashta mirë. 100 herë ma mirë se une. Jo, ekstrem mirë, tepër më pëlqen. Nuk i dim karo me po videot që ka ndonë në rrjetet sociale, por nuk unë pas karo mi uni tamam live, hala ma mirë se sa në rrjetet sociale. Shumë hala ma Shumë mirë. faleminderit. Edhe po besoj që kishit pas qef me dalë me knull me pas edhe mbrami muzikore dhe a keni me nuk shtu në herë si pjesë? Po, Ose a keni pas edhe oferta? oferta nuk jem pas, për shtash tina ato përgatit një repertuar për naja qesine, edhe po besoj që ka më konë një repertuar shumë i mirë. Sa merë ko me përgatit në repertuar të ti? Po tash më varet, se Avdyli kënon shumë shqip, unë nuk unë kënu qa shumë shqip deri para 1 vjetë, 2 vjetë, tash ti jakum nis, edhe unë jakum nis me hika. Edhe unë po kënë shqip. Jakum nis edhe tash ti veçin ato i përgatit, po besoj shumë shpejt, Avdyl? nuk merr shumë kohë. Valoj, te une merr pak ma shumë kohë, se une nuk është që s'dimi mësu as, po pritej valoj ka pak. Pritoj me anglisht, më zumë Pritoj, kësë edhe njani, me që kërë kini anglisht. flamurin. Po valoj, me anglisht unë s'kom fort qef me kënu. Nuk kom qara pa ju vetë, apo ju shtin qikat na i kongë kështu me kënu. Apo ja u lipi qikat na i kongë rrjetet sociale, apo ju ngucin tash për pjushojnë. Se tash o bojë zakonshme. Po në ngucim, po duhet një kënu, besa ka jerë të në otën. Qfar kongë bjë kënëni ma Po shumë? qësia e këtu, se ma shumë ju pelqen kësi ideur jam. Dashnis kësi. Ha, okej, që bashkë të me di qfar edhe që dashnis që e lipi Valla. qikat sot. Po, s'po di valoj cila me thonë plët. E një, s'po di valoj cila. Po kalon të flamuri E një se ma ky me shumë. anglisht, Ky, ma letë e ka me ky me anglisht. Kisha thonë kënga vetëm 5 minuta, në ashta e kërkojnë, pak ma shumë. Ani pra për kërkojnë edhe na kongën vetëm 5 minuta edhe ju ma shumë. Okej, hajde. E bukur simpatike je, gjitha ti ke, plot so ma dëshiran, vetëm një herë. Mis të quaj në shkollë, e dim edhe ne, nuk është kompliment, por gjë e vërtet. Ty çdo kush të ëndërron, ty çdo kush të dëshiron. Vetëm 5 minuta, e jo më shumë, plot so ma dëshiran, të jesh me mu. Vetëm 5 minuta, e jo më shumë, plot so ma dëshiran, të jesh me mu. Ke, fenomenal, perfekt. Po del pak e thot puna që gitarja e ndres shumë. Ty o bu një lutjo në këtyne, por zot ishte një gitare që aty bile vishnet njët që konë dikojnë. Po më ndërsa me ditë jo më konë të qanit edhe mos me kënu kongë patriotike është e pa mundur. Ti të ma mu së gutë se patriotike na
hiç mos me dorë me kënu në zemër e kem për patriotikën. Super, halo, mami, jo nuk thashë nuk e kënani. Thashë është e pamundur mos me kënu jo se e di që veç e bani. Po ç'është çfarë ndjenje është me kënu këngë patriotike dhe plus të e pas parasysh që të dy t'jeni të rinë mosh, halo. Une me një djalë që e kom fakultet, Hylli Geza, ajo është e Gjakove, dhe është kolegi jemi të më thonë në fakultet, e kena kënu një këngë Albolena. Edhe ajo ka dhe shumë TikTok, është bo shumë e famshme, ato edhe e kena ingjizu tash, e kena qitë si, të më thonë, si cover, po, 3, edhe është të jetë shumë mirë, me ato kena jetë shumë vëlla. Kujna ke ideja po më interesan me ditë? Ideja u kone jam me të kallu drejt. Ku të kujtu Albolena, pse Albolena? Po, në që ashtë të zdia zvetë, valloj, që aty, kur e mojnë orën e korit në fakultet, e një shajullin të knua dhe më pelqeke se zonin e mirë edhe aje, edhe unë u përshtatëshin si me thonë zonat, edhe thashyll, hajde te bojmë qitë kongën Albolena, e bom edhe shumë fort dëllë edhe postu. Po më intereson me ditë ato momentet e para në rrjetet sociale kur u publiku video dhe veç ka pas komente dhe veç ka pas reagime të ndryshme, cila keni që të boni për shtypja ashtu? Valloj, një u kun të knaqet zemra kur i ngën trit të knu kësi kunge për atë dheje, për kësi sanë. Që kjo më ka bo pak ma shumë për shtypje, ka pas shumë, jënë konë për mi 1200 komente, aty problem edhe me imi këshyrë. Edhe me imi këshyrë gjithë të cilin. Flamor të edharmin, flamor edhe mësë me të vetën për patriotizëm, është të pamundur edhe kja. Kështu që a ke mendu në herë me bo në i këngë patriotike, ose me knu dhe të në i këngë patriotike, pse jo, ose atë bje me knu shpesh me adyllin. Unë e kom provu këngë patriotike, këmë thot që kënoj shumë mirë, po mu vetja se më do këtë që kënoj mirë. Ty vetja, po nuk po të knaq ka ty vetja, diçka. Autokritik i vetës. Flamurit i vynë nashta një... jogging ti. Nashta i vynë një 2 gota, mi pi edhe kur të knëm patriotike në aty s'ka të njëllë. Ta po këtë qarët. Okej, a ke provu në herë me qiftelia veç me gitare? Se po keq ato të njëjta munën më konë aty. Po, qiftelinë e kom provu, më pelqen shumë mira dhe më do këtë shumë letë, se dikush që i vjen gitarë, qiftelia është shumë a letë se gitarja. Shkak që veç me 2 tela, gitarja me 6 tela. Edhe veç e ku marrë, ja kom nisë me provu që aty vetë, edhe i bëjsha melodit shumë letë. A ju bjena herë me bukon bashkë edhe me qifteli ka shpia, ose me na i konë, ose na i qka? Naja ju, veç... Unë zakonisht ja bëj muzikën këti me qifteli kjo kënan. Mos e keni naj video në ikon që veç ja u ka bo dikosh ose me qifteli s'kem naj video, se nuk është që e ka profesion. Ka anglishtja dhe ti pësë Ja, unë me anglisht të valloj. Mua dhe flamurit për t'kallëzej se kur kush i kështu në ditë për dish, s'na besën që jena vlazën. Jo. Se jena 2 bota krejt kundër, ta flamuri e ka atë klasike në zemër, mua ato më bojnë nervëz. Më dhamë kryt kur ti një për t'kallëzej drejt, unë kësi ma qarta në ajsa në më konë që... Qka ki qefti me nguplo për veti, kështu për qef? Për veti? Për tash më volet e që shem në tripa kështu. Ja, ti qartat e vetë. Rap unë nga dhe artistave repirave. Repira, e ngoj dëngjonin, buten, unikatilin diet, ato... A të e ka dëngjonin të këtyne? Tu nikatili të naja di për metë. Okej. A dëngjoni të këtu me lëshej ka e rolli lëshej këtu, të butë se... Qëtu? A kishe mujt me bo se ta shkove të mund të përbojt zëtë shka po dalin muzikë ndryshme, qoftë me artista që bojnë rap, qoftë që bojnë talavape, përzim, bojnë një farmiksi. A kishe të bojnë i pashpunim e na i kam për ty? Po, normal. I shkon, nashta i shdojnë shumë interesant, me kënu një reper pjesën e ti rap, e ti mja nis me kënu me një zhondër krejt tjetër që mu bashkua e ishtë dollë, po me nej shumë bukur, valla. Kujna i kishit bu kërkes, ose kujna i kishit bu ftes, në fakt se kërkes jo, po një ftes kujna i kishit bu për me pas një këngë bashkë me ta. Flamor? Kishim mujtë edhe na dy me bu, unë e bëja pjesën klasike ky rap. Qëra, përshka kë ma ja prejnë atë të direkt me gjithë një tjetër, me zavën cu Flamurin. Jo, kishim mujtë alla ishtë dollë shumë bukur se... Do më thonë, kjo për bjenë që këtë dërë me bo edhe rap. Po, jo s'di. Që dërë, ja, nuk di, ja. Okej, rap me pështina me kënu, po pak të në Albolenën edhe një herë pse jo. Albolenën, po më rap? Oj, Albolenë, sa herë je kënu këtë që sa.
Albulena, o mor prita, prita, nal sultano, ose merdi dita, Skënderbeu, o prej majest malit, si rufeja, o po zbreto prej malit. Të vërnu që për vazhdo një haljoke, ko habitoni me i ta të nguha, ka vazhdo në intervjist. Po më interesër me ditë, sa janë krenarës, sa janë të përmbushën prente juj me këtë pjesë që veç e bëni këngë patriotike, se po më duket nuk ka knatësimat madhe për një prent, se sa me pa fëmijën e vetë, që veç bojnë kësi lloj muzike, se që shëcekt edhe jo rapi, jo zhanre të ndryshme, e përsej që shumicës të prentëve tanë ju flen kjo pjesë, qysh njihen ata dhe çfarë fjalë ju thojnë zakonisht. Babit po, mami ma shumë medën e një gënë. Ja, edhe ju je. Babit po, valla ka qef shumë me bu patriotike. Bile edhe mu më thot ka ja knabra edhe ti patriotike, se veç kjo kënën, zakonisht në përshpje kështu. Thot këna edhe ti po. Ja, ti po t'i Si ja bëj qefin edhe. Nuk pas kemi ja bo qefin, pas kemi nej qatë ku je, super. Po shumisht që ke gjetë një pjesë ku ty të flenë edhe ku ti njesh atë edhe me vazhdu me shato me bu. Avdel? Se ti ja ke njështë shumë i ri, shumë i vogël, dhe po më intereson me ditë çka të thotë kështu. Po unë kur ja kom nis i vogël, ja kom nis me kong do për fëmijë, se jam kon i vogël, shumë 8 vjet i kom pas. E kom bo një herë një kong për fëmijë, tani e kom bo kong në Xhamadan i ri. Avdyl Berisha, jam kon shumë i vogël, e kom marr pjesë në për shumë festivale në Kërqov, Komanov, Shkodër. Ku do që jam shku me qatë kongë, ku marr vendin e parë, tash vjen mu lavdu pak veç. Po s'kërgaj. Ku marr vendin e parë dhe që aty tash që si patriotike kur ti ngëj, babi knaqet, po gjetë merë zemër, as di. Knaqet të dhaj kur ti ngën. A mami së që merët fort me kësi patriotike, veç ju kallëzën e i kuj, që mi djemë të mi. Që ta janë të mitet. Kështu që po besoj që edhe për të dy të shkrenari, për që me pas fëmijë që janë të ndjek një rrugë që veç mas pare ata e dojnë për vete, ma ndej që arrimi bo krenar ata. Po më interesan me ditë se atë janë planet e juje, që ajni të bo, që ka kom marrë dhe rejt, diçka për ju, apo bashkëpunani me dikanë. Po, na tashti jena në menaxhim të produksioni Skyline Entertainment, që janë Sunibi dhe Burimi. Jena në menaxhim tyno, do më thonë, që i përshëndesim shumë. Edhe na kanë ofru një mundësi shumë të mirë. Tashti po pritet që kemi me pas shumë projekte të reja. A vdë që shumë me bashkëpunu? Unë dhe i tash me atë produksion, që është edhe Flamuri na kanë jep një mundësi shumë të mirë. Jam shumë i lumtur se u kon shumë problem me gjetë një mundësi që na kanë jep ata. E unë dhe i tash i kom bo 3 projekte të reja presimit. Ata ka edhe shumë tjera të varë dhe visma. Edhe visma sonal që në korë. Ja, se besoj që nolin të. Si keni flamurar. E përmen edhe vetë që është pak e fështirë me depërtu, po edhe na e dina, se sa është e fështirë me depërtu në treg, edhe mu konë artist në ditë sotit, ose qka do që është një pozit pak me nalë, qka është fështirë, me arrit me punë deri aty edhe me përkushtim të i për të madhë normal që veç duhet, në sa është e fështirë me depërtu në skenë në Kosovë, mu bu artist. Me qatë so keni arrit me pa ju deri me sot. Si pas me është shumë e fështirë se edhe jëmë bo shumë artista. Në ditë sotit është shumë është problem dhe i sot janisë. Se kur t'jesh janisin të njoft njerëzit e që ashtu të fol dikush me dikon të e po vidjen të bo diçka vish janis edhe hec. Qëta është për neve ove stort, do me thonë, inshallah na jetës ma. Inshallah. Mas videove që kanë dalë, keni pas artist që ju kanë kontaktu, ose dikush ju ka shkru, ose dikush që e ka këqyr, ose ja u ka bo like, ose diçka. Albulene neve në ka qit Eli Male në story, ka komentu Gjuliana Nura, ka pas shumë artistje që e kanë bo like, comment, follow, ka pas shumë. Kush ke qaj një artist që ta vrojt i synë në flamur, dikush prej tyne, se këti po ka gjulje. Pat ndaj pite me vete. Po nuk po di, musëm ka ra halom ma bu like në artistin gjafshëm, këtimi i kanë ra ma shumë, po edhe mu do befasi pak me qitë në story Eli Malaj për shamë. Po, ndeshta mi pyte dhe dishka, i kishit marrë nusët këngëtare. Kjo shpytje për fonda, dhe kështu bletës. Po, qështë është kismet. Qështë është kismet, oke, shumë mirë që s'po thoni jo. Unë nusët këngëtare kom
Do më thonë që pas kemi është e tek rëndësishme. Është e rëndësishme shumë e pas nuse këngëtor, sa edhe të kupton. Apo di ne, çështë. Shumë mirë, kështu që inshallah ajo që Zoti na fakën që është të qyshë në vend, pra. E ty inshallah këngëtore, se pas ke qef. Inshallah. Kështu që për fund, cilën këngë po na kënaqni? Edhe shpresoj që ty komedi diçka bërë, që ty komedi na sa mbaj uvi. Se më duket Ramazani është na kanë zon dhe që ka nisur në trollov, ka pa ka funde. Kure për colla hylberin ktheva hyra not. Kurja pashman zërën varurja lava me lot. Mos e laj me lot Mojzano, mos e laj me lot. Se shkoj vikti par Mojzano, por si dita sot. Shkuan muje, shkuan vite, zemra mu dojsh flak. S'nalan hale, s'nalan dertet me jetu e bashk. O ylberi dadëso, a thum ke haru. Ditët e gyrbetit ylber qofshin të mallkum. Djem shumë faleminderit që jeni konë pjesë e podcastit sonte me mu, edhe shpresoj që s'ka mu konë hera e fundit, e kur ti morëm kont mas Ramazanit të këfilëm, që atëherë nisëm kënojna, që më ndoket i na lollëve cila do më me kënu. Shumë faleminderit për mundësinë. E faleminderit juve për kohën, e miru takofshim. Mirë takofshim. Kështu që miqtë të gazetës dhe mos e të podcastit të po të bo, ka shkeshim për këtë të djelë që jemi të djelë në arqme. Tung tung! Të po. Të po.